Nëse dëshironi që lëkura juaj të duket 10 vite më e re, kjo recetë është zgjedhja për ju. Procesi i plakjes shkakton ndryshime të padëshiruara në lëkurë bashkë me faktorët e ambientit që e bëjnë që lëkura juaj të humbas vazhdimisht elasticitetin dhe të fillojë të varet, gjë që ju bën të krijohen edhe rrudhat. Për fat të mirë ekzistojnë receta natyrale që mund të ndihmojnë që lëkura juaj të ruajë elasticitetin dhe të duket më e re. Ne po ju tregojmë se si të përgatisni një krem që ndihmon të ruani lëkurën në këtë drejtim. Në përbërje të këtij kremi janë vetëm 2 përbërës, kastraveci dhe e bardha e vezës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kastraveci është një perime shumë e shëndetshme që përmban sasi të madhe të ujit dhe ushqyesve esencial që gjenerojnë lëkurën në mënyrë natyrale. Ajo përmban gjithashtu antioksidant, vitaminën C dhe vitaminën K, të cilët mund të ndihmojnë në shkatrimin e radikaleve të lira në trup dhe të parandalojnë krijimin e rrudhave dhe të plakjes. Nga ana tjetër, e bardha e vezës ka një sër vetish duke përfshirë edhe aftësinë për të tërhequr lëkurën dhe për ta mbajtur atë akoma dhe më të shëndetshme. Ja se si mund ta përgatisni dhe ta përdorni këtë recetë në kushte shtëpie në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre natyrale. Fillimisht qëroni kastravecin dhe më pas e prisni në gjysmë dhe coptëzoni një gjysmë në pjesë të vogla. Vendosni copat e kastravecit në një blender dhe i përzieni për disa minuta në shpejtësi të lartë derisa përzierja të ketë pamjen e një pureje. Më pas shtrydheni përzierjen përmes një garze në një tas dhe shtoni më vonë në të një të bardhë veze dhe i përzieni së bashku sërish. Aplikoni përzierjen në zonat e prekura në fytyrë dhe e lini të veprojë për 15 minuta përpara se ta shplani atë me ujë të ftohtë. Përsëriteni procedurën të paktën 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni janë vërtet fantastike kundër problemit të rrudhave. Kremrat dhe produktet anti-rrudh janë zgjedhja e parë e shumë grave për të shmangur komplikacionet e tyre, por këto produkte nuk janë të vetmit. Në vend që të luftoni rrudhat me kremra shpesh që kushtojnë ose me operacione kirurgjikale, përse nuk provoni produkte natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të japin rezultate mjaft të mira shëndetësore. Është zbuluar se disa produkte ushqimore ndihmojnë për të luftuar rrudhat në mënyrë natyrale. Në këtë video do ju tregojmë një recetë efikase e cila mund t'ju ndihmojë në betejën kundër rrudhave të fytyrës dhe gjithashtu në dukjen e saj më të bukur. Veza. Ndani të bardhën e vezës në një tas, masazhojeni këtë përbërje në lëkurë dhe e lini të thahet për të paktën 15 minuta. Më pas e shplani atë me ujë të vakët. E bardha e vezës përmban vitaminën E, vitaminën B, efikase këto edhe për të ushqyer lëkurën, për t'i mbajtur membranat dhe qelizat e saj më të shëndetshme dhe për të larguar krijimin e rrudhave. Vaji i ullirit. Tashmë njihen karakteristikat e vajit të ullirit për të ndihmuar lëkurën të qëndrojë më e butë dhe më e mbrojtur. Provoni të masazhoni lehtësisht disa pika të vajit në fytyrë përpara se të shikoni edhe të flini e mbuloni atë me një peshqir të butë. Masazhet anti-rrudh. Merrni pak pambuk, ngjyeni në tonikun tuaj të fytyrës dhe përdorni për të masazhuar disa minuta fytyrën tuaj. Përdoreni masazhin në zonat kritike për rrudhat, si për shembull rreth syve, ballit dhe qafës. Nëse ju dëshironi të shijoni momente relaksi, ju mund të konsultoheni me një qendër shëndetësore estetike për të përfituar trajtime relaksuese për fytyrën. Lëngu i limonit. Prisni një kokër limoni në gjysmë dhe masazhoni një pjesë mbi rrudhat e fytyrës. Aciditeti i lëngut të limonit e bën lëkurën më të lëmuar dhe zvogëlon shfaqjen e rrudhave. Nëse aplikoni të freskët, limoni ndihmon për të zbardhur njollat e lëkurës falë përmbajtjes së acidit karsubik. Karrota. Karrotat janë të rëndësishme për lëkurën e fytyrës suaj, janë të pasura me vitaminën A dhe kanë vlera të larta ushqyese dhe japin jetë fytyrës. Ngrini në rende një karrotë dhe aplikoni drejt për së drejti në fytyrë. E lini për 20 minuta dhe më pas e shplani me ujë të ngrohtë. Një metodë tjetër efikase është që të shplani në mëngjes dhe në mbrëmje
me lëkurën me lëngun e karrotës. Karrota do të ofrojë edhe një eksofilim të mirë lëkurës suaj, duke mbajtur larg kështu edhe problemin e rrudhave. Për të parandaluar rrudhat, duhet të ndiqni trajtime të ndryshme të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate mjaft të mira edhe për kujdesin e saj. Por nëse keni arritur moshën 25 vjeçare dhe nuk keni filluar akoma të merrni trajtimet e duhura për lëkurën, atëherë dijeni se po bëni një gabim të madh. Rrudhat janë në pjesë e paevitueshme me kalimin e moshës. Te disa njerëz, rrudhat dalin para kohe kryesisht te zona e syve, gojës, qafës dhe ballit. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi ndaj diellit, mungesa e vitaminës D, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video do të mësoni disa prej recetave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni rrudhat e fytyrës duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Receta duhet të përsëritet çdo mbrëmje. Vaji i arës së kokosit jep lëkurës një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet të aplikohet në zonën e rrudhave dhe duhet të mbahet disa orë. Trajtimi duhet të bëhet në çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen atë edhe me antioksidant të shëndetshëm. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm kundër krijimit të rrudhave të lëkurës gjithashtu është edhe uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjedhe uthull-molle me një lugë gjedhe me mjaltë e aplikoni maskën në lëkurën tuaj, në qafë, në fytyrë ose edhe në ballë dhe masazhoni për 15 deri në 20 minuta. Më pas e shplani me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës do të ruajë ekuilibrat e pahashin, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës suaj edhe shkëlqimin e munguar. E bardha e vezës gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e mirë ushqyese për lëkurën tuaj, sidomos në procesin kundër problemit të rrudhave. Rrihni një të bardhë veze dhe vendosni në lëkurë. Prisni derisa të thahet dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Më pas kjo do të ofrojë recetën një zgjidhje natyrale e cila mund të bëhet 2 herë në javë. E bardha e vezës do të tendosë lëkurën tuaj dhe do të zbehë gjithashtu edhe rrudhat. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i avokados. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën e mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet të bëhet të paktën 2 herë në javë. Avokado do të zbusin në rrudha, do t'i japin lëkurës më shumë shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Në ndihmë në këto raste mund t'ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i aloe verës. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për organizmin tuaj, pasi mund t'japë rezultate efikase edhe për trajtimin e problemit të rrudhave. Maskën e mbani në fytyrë dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave më të bardha, të cilat mund të ndikojnë në dukjen tuaj. Lëngu i limonit. Përzieni sasi të barabarta të mjaltit dhe lëngun e limonit. Maskën e mbani në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminën C, e cila nxit formimin e kolagjenit dhe zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzieni një lugë gjedhe sodë buke me një lugë gjedhe ujë. Fërkojini lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta dhe më pas e aplikoni maskën dhe e mbani për 10 minuta. Soda e bukës heq qelizat e vdekura dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Rrudhat e ballit mund të fillojnë të shfaqen për shkak të moshës, shprehive të përsëritura gjenetikës dhe ekspozimit ndaj diellit. Ndërsa nuk mund të shpëtoni plotësisht nga rrudhat e ballit, disa metoda natyrale mund të ndihmojnë që t'i bëni ato më pak të dukshme. Kryesorja është të përqendroheni te produktet dhe teknikat që mund t'i bëni vetë dhe të ruajnë lagështinë dhe elasticitetin e lëkurës. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie mund t'i japin rezultate mjaft të mira në trajtimin e këtyre shqetësimeve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.